Biznesmeni Pandelit Carapuli është marrë zyrtarisht në nënhetim për pastrim parash. Sipërmarrësi u paraqit sot në SPAK i shoqëruar nga avokati i tij. Paraqitja e tij në SPAK vjen pas sekuestrimit të një vile të ish zëvendës kryeministres Belinda Balluku me vlerë 145.000 euro në fshatin turistik të Dërmiut në resortin turistik White Rocks. Pronari i vilave në këtë kompleks është Pandelit Carapuli. Paraprakisht dyshohet se Balluku ka përfituar një vilë luksoze nga Carapuli që sipas SPAK duket se është dhënë në këmbim të një tenderi të përfituar nga Balluku në kohën kur kjo e fundit drejtonte Alp Control. Ndërkohë prokuroria e posaçme antikorrupsion ka bërë të ditur se i ka komunikuar akuzat për pastrim parash ish lojtarit të kombëtares Iglitare. Ky i fundit sipas SPAK fshehun në emrin e tij vilën e Belinda Ballukut në zonën e plazhit të Dërmiut.